Ballkanit. Zoti Evarist, ka një temë që ndoshta meriton sqarim. Ka qenë një ide kur Ismail Qemali ka kaluar në Greqi dhe ka hedhur idenë aso kohë të krijimit të një shteti dy palësh si Austro-Hungaria, Shqipëria me Greqinë në këtë mes, si qëndron e vërteta? Dhe është një memorandum me shoqërinë greko-shqiptare ose si quhet ndryshe helenizmos, që aty ishin dhe bënin pjesë dhe disa avanitas e kështu me radhë. Flitet tani edhe një version që thonë që është një marrëveshje gjoja midis Ismail Qemalit dhe kryeministrit grek të kohës, ku flitet për ndarje kufishe kështu me radhë. Por po të shikoni te kjo marrëveshje flitet pikërisht për këtë gjë. Nuk mendoj se ka nënshkruar Ismail Qemali në 1907 dy marrëveshje të ndryshme. Kjo marrëveshje që është publike, se marrëveshje tjetër nuk ka. Thonë që ka dhe një tjetër, po të nxjerrin, po të kishte grekët do ishin parë të interesuar ta nxjerrin, për shembull. Thonë që ka, po se kush e ka. Një artikull nga këta grekët kanë. Ka historian grek që e përmendin e kështu me radhë ose dhe shqiptar. Megjithatë, është publikuar dokumenti i kësaj që më them marrëveshje, një memorandum me mirëkuptimi midis domethënë kësaj shoqatës, po e quaj helenizmos, dhe Ismail Qemalit ose shqiptarëve tjerë. Dhe aty pikërisht flitet për këtë që do ketë mirëkuptim, jo shtet të përbashkët, por kur të vi çështja e kufirit, pra do ndahet sipas përkatësisë etnike, gjuhës që flasin, ndjesisë që kanë popujt, dhe kufiri do jetë në vija që ndihen, pra sipas asaj që ndihet gjithë secili pjesë e popullatës. Nuk u vendos aty kufiri se s'kishte tagrin njerë ta bënte Ismail Qemali, se kishte Shqipërinë as të shpallur shtet në atë periudhë, dhe nga pikpamja juridike nuk ka asnjë vlerë kjo memorandumet apo marrëveshjet e kufive me versionin që s'ka pushtet individëve. Për që në shkruaj marrëveshje që s'kan vlerë, në kuptimin mund të shkruash marrëveshje të tilla ndoshta për të marrë peng në një farë mënyrë, por nuk ishte rasti Ismail Qemalit që të jepte të tilla marrëveshje, të tilla deklarata dhe veprimet e pasqyrojnë më vonë. Ka pasur pastaj veprimet e tilla pasqyrojnë më vonë, se thonë dhe këtë tjetrën që Janinën nuk luftuan sa duhet dhe Ismail Qemalin sigur kishte faqe pse morën grekët Janinën. Por Janina e para ishin trupat turke që luftonin, nuk ishin shqiptarët, shqiptarët ishin pjesë e garnizonave osmane dhe janë disa letra, disa shkresa zyrtare të qeverisë Vlorës dhe të vetë Ismail Qemalit, ku ai u bën thirrje që mos të dezertojnë shqiptarëve, por të qëndrojnë fort dhe ta mbajnë Janinën. Pastaj arsyet pse Janina janë të tjera dhe nuk lidhen me veprimet e Ismail Qemalit. Janë të tjera gabime që u bën në mbrojtjen e saj, kështu me radhë, është tjetër çështje. E para që nuk kishim ne fuqi që ta mbronin si shtet, se ne mezi po mbajshim, ishte vetëm Vlora që kontrolloi plotësisht. Kështu që nuk mund t'i kërkom tani gjëra që janë jashtë realitetit të kohës. Sot mund të shohim gjërat me një sy tjetër, por nuk ishte ky realitet. Okej, dy pyetje. Pse u zgjodh Vlora për të ngritur flamurin, edhe tjetra pse me 28 nëntor? A ka lidhje të drejt për drejt me hyrjen e Skënderbeut në Kruj data, apo ka koincidencë historike? Shiko, dhe koincidenca patjetër, providenca është thuhet ndryshe, është mbreti i botës dhe rastësia është mbreti i botës, por nga ana tjetër mendoj këtë që Vlora nuk ishte rastësisht, sepse para përgatitjet kishin filluar, janë korrespondencat që ka Ismail Qemali nga Vjena para se të vinte me djalin e tij, ai që i shkruan, që ishte merresh me anën e sigurisë, janë 3 djemtë e tij që kanë qëndruar në krah gjatë gjithë kohës, ishin bashkëpunëtor të ngushtë të tij për gjatë gjithë jetës, dhe shoqëruan dhe kur u arratis në Bruksel, siç u thash, kur iku në azil vullnetar politik për 8 vite, por nga ana tjetër korrespondenca na tregon që në Vlorë po bëheshin parapërgatitjet. Ai zbriti në Durrës nuk e kuptonin se për çfarë kishte ardhur ai. Një pakit, një patriot që ju bashkua, një pjesë e madhe pastaj thoshin për çka kanë ardhur këta nuk janë në rregull, nuk e din çfarë kërkojnë, si do na shpusin në perandoria, ndërkohë nuk e dinin, kujtonin se turqit po fitonin luftën me ballkanike që sapo kishte shpërthyer pranë tetor të 12-s. Nuk e dinin që serbët ishin te porta dhe i pushtuan pas pak ditësh, pra në 28 ne bën pavarësinë, po në ato data turqit e morën Durrësin, Tiranën, erdhën në Elbasan. Serbët. Dhe Vlora ishte për disa arsye, para njerë në Durrës ai zbriti sepse blokada e grekëve në gjirin e Vlorës nuk e lejonte të zbriste në Vlorë. Vetëm Durrësi ishte i lirë për atë moment, pra dhe serbët nuk ishin ardhur dhe duhej vepruar shpejt. Ai zbriti në Durrës dhe nisi udhëtimin pastaj me tokë drejt Vlorës. Dhe në Vlorë ishin njoftuar delegatët, sepse duhesh bërë dhe akti juridik i shpalljes pavarësisë, pra duheshin të gjithë ata që erdhën aty, duhesh të kishin një mandat përfaqësimi. Dhe e kanë pasur delegatët që firmosën.
Pra, dhe ai duhet dhe forma, duhet dhe përmbajtja, dhe nga pikpamja juridike dhe marrëdhënia ndërkombëtare. Kështu që ai në Vlorë kishte paracaktuar që do bëj mbledhja, kuvendi dhe aty u bë. Aty u bë dhe ai e thotë që para se të vinë në Vlorë, që ne do shkojmë dhe do shpallim pavarësinë, mos të fshihemi më thotë. E thotë dhe në Vjenë në një intervistë që jep për shtypin austriak, po dhe në Trieste për shtypin italian. Pra, ishte qartë italiane. Që kur bëri takimet domethënë ai nuk e shpalli, nuk e tha troç në mbledhjen e Bukureshtit në 5 nëntor, sepse ishte akoma donte të ishte kujdesshëm në deklarata. Pas takimeve në Vjenë me Bertoldi, me Kondin Bertold dhe me drejtuesit e tjerë të shtetit austro-hungarez, ai pastaj mori dhe garanci për këtyre mbështetje dhe e deklaroi hapur pastaj që unë do shkoj dhe do bëj pavarësinë, do ta vë Evropën para faktit kryer. Dhe këtë bëri. Pastaj patjetër që çështja e datës 28 mund të ketë pasur dhe një farë lidhje me nëntorin e Skënderbeut, sepse ai e thot dhe vet kur në fjalimin e tij thot duket sikur shpirti i heroit të madh kur del para popullit Vlorës kur i flamurit, duket thot sikur shpirti i heroit ton kombëtar ka zbritur sot këtu thot dhe duart më dridheshin me duart që më dridhen kur ngrita flamurin, ose kur po e ngretë flamur thot me duart duke më dridhur sepse po përjetonte këtë pikërisht të gjë, pra i duket sikur dhe Skënderbeu ishte aty me ta. Pra, kjo është ajo trashëgimia shpirtërore që i mban kombet gjallë. Pra, nga gjithë çka strijot Skënderbeu, vim tek pavarësia, vim tek Ismail Qemal Vlora dhe bëjmë të lidhjen e fuqishme të trashëgimisë shpirtërore, po dhe të thelbit të identitetit tonë kombëtar. Pra, këto dy figura qendrore e plotësojnë bashkë patjetër edhe me figura të tjera që kanë dhënë kontribut në formësimin e kombit shqiptar, po unë mendoj se këto janë nga pikpamja e leadershipit, nga pikpamja e trashëgimisë, kontributi i tyre është i jashtëzakonshëm i këtyre dy figurave, pra Ismail Qemal Vlorës, po dhe i Gjergj Kastriot Skënderbeut. Pra ishte Ismail Qemal Vlora i që çoi në vend trashëgiminë e Gjergj Kastriot Skënderbeut, pas 500 vitesh pushtim. Atëherë pyetja e fundit pak a shumë, cili është thelbi i leadershipit të Ismail Qemalit me pak fjalë? Me një parafrazë. Pra, thelbi i tij, trashëgimia e tij e jashtëzakonshme e leadershipit është pikërisht ajo e ndërtimit të një shteti shqiptar i cili do shërbej thot si një element ekuilibri dhe paqe në rajonin e Ballkanit. Dhe këtë e ka bërë shteti shqiptar sot dhe gjithë ditën. Që na themelimi deri më sot, Shqipëria ka shërbyer si një element ekuilibri dhe paqe jo vetëm për rajonin e Ballkanit, por për gjithë Evropën. Nga ana tjetër, leadershipi i tij dhe trashëgimia e tij është e jashtëzakonshme pikërisht tek sakrifica. Dhe po të shikoni sakrificën e madhe që kanë bërë ata burra, ata erdhën, mblodhen ato pasuri që kishin dhe i shkrin për Shqipërinë. Dhe i keni të dëshmitë e shtypit kohës evropian kur thotë zbritën me ca arka Floriri nga anija që i solli, nga varga që i solli në Durrës dhe për shkuar drejt Vlorës. Pra sonë dhe jo vetëm zemrën e shpirtin, por gjithçka që kishin dhe në ana materiale për të bërë Shqipërinë. Ndërkohë sot ne shohim të kundërtën për fat keq, dhe kjo është trashëgimia dhe kontributi i pakuptuar i këtyre burrave, i këtyre rilindasve të mëdhenj që dhanë gjithçka nga jeta e tyre, nga shpirti i tyre, nga çfarë kishin marrë ata nga brezat e mëparshëm, e bën këtë të prekshme për ne shqiptarët, pra na lan trashëgimi i shtet, i cili patjetër duhet konsoliduar dhe duhet përmirësuar, dhe që na bie detyrë neve të gjithëve. Dhe kjo trashëgimi e madhe, prandaj thash që jo më kohë përmenda që nuk është trajtuar si duhet trashëgimia e tij dhe nuk është vënë atje ku i takon hierarkinë e vlerave të kombit. Pra ju shikoni dhe sot që ne po flasim që po i afrohemi 113 vjetorit pavarësisë, shikoni se si është trajtuar trashëgimia e tij. Ka një muze në Vlorë atje te Muzeu Pavarësisë që asgjë nuk të tregon ai për pavarësinë. Ka një monument në Tiranë që dhe ai i lën aty në mes të një lulishteje që nuk duhet trajtuar në atë formë themeluese. Pra është një monument i jashtëzakonshëm me pikpamje artistike se ka bërë Odise Paskali, por ishte planifikuar dhe menduar për një vend tjetër, jo për ta futur në mes pemëve atje ku kanë futur, dhe ku po vazhdojnë ta lënë edhe sot që po flas. Pra ju e shikoni në Amerikë se si trajtojnë ta gdhëndin male me figurat e ajetreve themelues. Apo mos të shkojmë më larg në Turqi apo kudo, ata që kanë lënë kontribut të qëndësishëm në themelet e kombit duhen trajtuar si duhet, dhe jo thjesht dhe vetëm për të nderuar emrin e tyre, po për të nderuar ne veten. Pra për të nderuar ne dhe për të nxjerrë në pa vlerat më të mira dhe për brezat që do vinë. Pra na duhen këto modele dhe për të konsoliduar
këtë pavarësi ose për të forcuar këtë shtet. Nëse ne nuk do bëjmë këtë, asnjëherë nuk kemi për ta çuar atje ku duhet, pra nivelin ose stadin e zhvillimit të kombit. Por mendoj se patjetër që do dhe kohën e vet dhe asnjë gjë nuk bëhet për një ditë, Roma pra nuk u ndërtua për një ditë, siç dhe Shtetet e Bashkuara apo shtetet e tjera të zhvilluara kanë dashur ndoshta qindra vite me shekuj që të arrijnë aty ku janë. Ne shqiptarët ndoshta na duhet më shumë kohë më shumë pjekuri, më shumë maturi për të bërë të mundur që të vlerësojmë dhe të japim kontributin në hierarkinë e vlerave pra dhe në meritokracisë, prandaj kemi këto probleme që themi pse kemi një shoqëri jo meritokratike, jo kështu, sepse fillon që nga këtu, fillon që nga themelet, duhet vlerësuar si duhet kontributi atyre që hodhën themelet e këtij shteti dhe pastaj kjo shpërndahet në mënyrë të baraspeshuar dhe në gjitha fushat e tjera ose në të gjitha hallkat e tjera të shoqërisë. I dashur zoti Evarist, ju falenderoj për punën kaq ulumtuese që keni bërë në arkivat e ndryshme në dokumentet e kohës për të ndiquar figurën madhështore të plakut të Vlorës, themeluesit të kombit e të shtetit shqiptar. Puna juaj me pasion për të nxjerrë në palë leadershipin e Ismail Qemalit do t'i shërbejë jo vetëm shqiptarëve të kohës sotme ashtu, por si kur e thot edhe shkrimtari yni madh Ismail Kadare, ky libër do të jetë shembulli i leadershipit të politikanëve shqiptar për çështjen e adheut të përkushtimit për trojet shqiptare, për bashkimin e trojeve etnike shqiptare në një kuadër tjetër diplomatik tashmë në shekullin e 21. Ju falenderojmë për punën tuaj, për faktin që keni parë figurën e Ismail Qemalit nga këndet të ndryshme të cilët historianët shpeshherë harrojnë të shohin. Vepra juaj ka lënë gjurmë, do të lejë gjurmë dhe fakti që ju vazhdoni punoni mbi të, edhe në ribotimet e ndryshme, sidomos edhe në botimin e tuaj të fundit të The Founder në anglisht, ne po ndajemi këtu së bashku me teleshikuesit tanë për të ju uruar të gjithëve gëzuar festën e 28 nëntorit, ditën e flamurit. Ju falenderit.